Bismillah, alhamdulillah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Të nderuar përcjellës të emisionit Sfida, ne përsëri pas një mungese në skenën shqiptare përmes emisioneve tona, rikthehemi pasi që ishim duke u bartë në një vend më të ri, në një vend më të madh. Tani jemi në një studio të re ku mendojmë të transmetojmë emisionet tona. Emisione këto që do të targetojnë tema sociale duke përpasur si që dëmë dhe aspektin fetar, se si vlerësohen disa çështje dhe si trajtohen ato nga këndvështrimi fetar. Gjatë kohës sa mungum ne ndodhen shumë gjëra që ndikun ndoshta edhe në rrjedhën globale, ku si rast që u diskutu më shumë ishte rasti i të vrasjeve në Paris, ku nga ai aksion terrorist, ndoshta themi po, edhe deri tek vrasja e 170 njerëzve, e pastaj ndodhi një reakcion global ku pat nxitje të urrëties dhe sulm, pasi që ata që sulmuan në një formë apo tjetrën identifikoheshin me Daesh. Mirë po, për shkak se domethënë ishim në këtë fazën e bartjes, ne nuk patëm mundësi mi trajtu. Mirë po, sot pak po mundohemi të japim edhe një pasqyrim nga ana jonë se a kanë ndiku këto veprime në rrjedhojet, domethënë globale të muslimanëve në botë. Për të diskutuar sonte mbi këtë temë dhe disa tema të tjera, do të flasim me Hoxhën Beker, të cilët urojmë mirëseardhje, Hoxhën. Mirë se kemi gjetë. Na fillimisht e fillojmë këtë takim duke falënderuar të madhin Allah për të gjitha mirësitë që na jep, dhe duke dërguar laudet dhe bekimet të dërguarit të Allahut, të cilin Allahu kur e dërgoi si dërguar të tij e përcaktoi misionin e tij që të mëshirë për njerëzit dhe tha: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin", dhe ti o Muhammed kemi dërguar si mëshirë për mbar botrat. Dhe lutem Allahun e Madh që në botë përgjithësi të mbretëron drejtësia, ku secilit do të jepet e merituara, kriminalit, zullumçarit, terroristit ajo që meriton, dhe bamirësit, atij që kontribuon për zhvillimin e kësaj bote, atij që flijohet për mirësinë e popullit në përgjithësi, të jap shpërblimin e duhur. Fundi domodin këtë ndodhi janë pjesë e asaj që e bëjnë njerëzit, dhe ne kemi detyrë si musliman që të gjitha këto veprime të gjykojmë në prizmën e Kuranit fisnik dhe të porosive të dashurit tonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, dhe pastaj duke i pas parasysh qëndrimet e dietarëve musliman eminent bashkohor, të cilët japin qëndrimet dhe sharimet e tyre, dhe sipas të cilëve nëse ne udhëhiqemi, padyshim se do të mbretëron një mirëkuptim i cili ka qenë i pranishëm në shoqëritë muslimane të kaluarën, qoftë në Ballkan apo në Indien e Mesme, ku kanë bashkëjetuar njerëz të religione të ndryshme. Madje ka pas, domethënë, raste kur të krishterët e kanë përjetuar veten më të sigurt në nënsundimin islam, ose hebrejët për shembull e kanë ndier veten më të sigurt në nënsundimin islam sesa në nënsundimin e pushteteve të tyre. Dhe për këtë shkak do thotë është më se e nevojshme të bëhet një dallim i madh mes asaj që e veprojnë disa individ dhe i atribuojnë islamit dhe asaj që e promovon Islami. Sidomos kur edhe figurat e mëdha të jo muslimanëve sot vazhdimisht flasin dhe kanë kuptuar mirë dhe është bërë shumë e qartë se dallimi i madh është mes asaj që promovon Islami dhe asaj që bëjnë disa individ të saktuar në emër të Islamit, dhe se kjo fobi që krijohet në mesin e popujve dhe shtetet të ndryshme është e pa argumentuar dhe nuk qëndron. Ka një prapavit tjetër, nuk është se Islami është armiku kryesor i tyre që duhet ata ta përcaktojnë si armik, por thjesht domethënë është një veprim në tërësi i sinkronizuar nga çarqe të caktuara që të vendoset Islami në pozicionin e armikut numër 1 dhe vazhdimisht të merren me të duke e defokusuar opinionin botëror, pastaj atë lokal të shteteve përkatëse, nga ndoshta problemet reale që i kanë ata, ose duke shëndruar një homogenizim të shoqërive të tyre, edhe nëse shkon në
me shpikjen e një armiku të ri, si këtë rast domethënë Islami, apo të disa individëve që thirrën në Islamin, e ajo pastaj pështjellet, o Islami, o terroristat islamik, o terroristat jo islamik, domethënë po terroristë, jo feja, jo veprimi i tyre, thjesht po përsëri top temë në ekranet televizive mbetet Islami dhe terrorizmi që ndoshta shkakton Islami dhe për të cilën ndoshta debatet akademike akoma nuk janë në nivelin e duhur. Po thonë që ka një farë luftë karshi Islamit për paraqitjen. Ashtu jipet si përshtypje, pasi që domethënë qëndrimet e pushtetarëve të mëdhenj të shteteve të mëdha të botës kur flasin, domethënë thënë jo, Islami nuk është fe që ka terrorizmin në gjirin e vet, mirë po ky grup është terrorist, ky grup është terrorist, ky grup promovon terrorizmin, ky grup promovon dhunën, ky grup kur shohësh domethënë derse fatkeqësisht domethënë nuk mbeti kush për muslimanëve që nuk është i implikuar në dhunë direkt apo indirekt, duke përjashtuar zakonisht nga vokabulari i tyre dhunën e cila ushtrohet në mënyrë sistematike nga pushtetet diktatoriale të vendosura atje që akoma sundojnë, domethënë vinë në pushtet me grushtete ushtarake, qëndrojnë në pushtet me zgjedhje domethënë të falsifikuara, botërisht domethënë të deklaruara se janë falsifikuara, dhe ata burgosin me qindra dhe mijë njerëz, dënojnë me vdekje në situata ku promovohet domethënë e drejta për jetë dhe insistohet që mos ketë ligje domethënë që kanë sanksionim me vdekje, madje sanksionojnë shumë shtete që në bazë domethënë në ligjet juridike tyre kanë dënimin me vdekje se ato janë jo demokratike, këndej për shembull heshin pushtetë shumë. Andaj kjo lloj do të thotë matje me dy kantarë ose me dy arshina, një qasje jo do të thotë e drejtë ose konstante e vazhdueshme ndaj fenomeneve që ndodhin, shkakton domethënë që në opinion të përfitohet kjo përshtypje. Edhe te jo muslimanët, po edhe te muslimanët. Se muslimanët janë viktimë në këtë rast. Dhe se Islami akuzohet padrejtisht. Sa që u dash për shembull jo Michael Moore për shembull këto ditë del për shembull të jep përgjigje Donald Trumpi se gjithë ne jemi musliman, nëse ka nevojë domethënë sepse ti je racist në këtë rast edhe je diskriminator, ose për shembull te Mark Zuckerbergu thotë domethënë se kjo që folet sot kundër Islamit është e palogjikshme. A është kjo, apo mendon që është kjo në vazhdim e rritjes të islamofobisë? Për shkak pas sulmeve domethënë që kemi rritje trendeve të islamofobisë. Po unë mendoj se këta raste, pra çka domethënë na domethënë i kemi kundërshtuar dhe kemi shpejt qëndrimin tonë se këto veprime për të kuptuar se kush i ka bërë domethënë parashohet pyetja kujt i bëjnë dobi. Dhe kur ta kuptojmë përgjigjen, atëherë kemi shumë qartë se këto veprime nuk kanë lidhje me Islamin dhe muslimanët, sepse muslimanët mas paku përfitojnë për këtyre ndodhive. Mund të jenë realizues, mund të jenë aktorët e kësaj domethënë pjese teatrale, njerëz me origjinë muslimane. Po nga dosja e tyre shihet se ata të gjithë kanë qenë njerëz me dosje kriminale, të cilët kanë vuajtur burgje për shkak të drogës, për shkak të krimit të organizuar kështu me radhë. Shihet qartë se ata janë shumë larg me përjetimin e Islamit si fe dhe udhëzim në jetën e tyre. Kështu që ata mund të jenë aktorë të vërtetë. Mirë, po ata që e kanë shkruajtur këtë pjesë teatrale dhe ata që kanë pastaj shndruar në skenar, domethënë, të cilën duhet luhet në pjesë caktuara, sigurisht se nuk janë muslimanë, sepse përfituesit nuk janë muslimanë. Dhe andaj edhe muhabeti Daishit, domethënë që përmendet, të cilët pas kanë arritur nga Siria deportojnë në Francë, është e pamundshme ata të deportojnë në Irak apo në Iran apo të deportojnë domethënë faktikisht në Irak janë, po të deportojnë në Iran apo të deportojnë domethënë në shtete të tjera për rreth që kanë të cilët domethënë i shpallin si armiq, tregon domethënë një lloj orvatje meskine dhe orvatje qesharake se si ata arritën në Francë se mund marrit shtetet që i kanë fshirë. Për me treguar se domethënë nuk mundet një lexues i thjesht i lajmeve ose një përcjellës i thjesht i lajmeve të hanë këtë kareve, mos flasim para të që i studion dhe analizon mirë këto gjëra. Dhe fatkeqësisht këtë kjo do të shtin të bindesh se këto veprime janë me këtë qëllim, që të shtohet doza e islamofobisë tek popujt jo musliman dhe të krijohet një përplasje mes qytetërimeve, të cilën domethënë ndoshta het TikTok-i ka shkruar natë 7 si shkrim e pastaj zhvutu si libër, ndoshta se ka pas qëllim ai që ajo të ndodh e ka paraqo mirë, po dikush si duket don me çdo kusht ta shkakton këtë përplasje të qytetërimeve, duke i skenuar domethënë këtë ndodhi, të cilët do thotë bëhen për individë musliman përballë tjerëve që nuk janë musliman dhe normalisht kjo e shton pastaj dozën e armiqësisë. Mirë po, këtë rast unë shoh
një xhizë të madhe të shpresës, një shkëndijë të madhe të shpresës, sepse në bota mbar në përgjithësi, po edhe bota perëndimore janë aq të ngritur në aspektin e vetdijes që nuk i gëlltisin aq lehtë këto karema që i hudhin domethënë qartëse të caktuara të prodhimit të opinionit botnor. Ata domethënë shikojnë me qasje analitike dhe në fund vinë te konstatime se do të këtu dikush don me na prish neve rahatin, dikush don me na i mshef do fakte të tjera të cilat janë problemi real ditësor i joni, duke na i fut në prioritet listë do thotë terrorizmin islamik thojza të venduara, apo domethënë rrezikshmërinë e ndikimit të mësimit të islamit dhe prodhimit e një brezi të ri të dhunës, që domethënë e kanë të lehtë të shfrytëzojnë dhunën apo të veprojnë sipas dhunës. Kur përmend atë fjalën që më tregoni kush përfiton, një tregoj kush e bën, shpesh një diskutime për muslimanëve që në momentin që ndodhin kësi lloj sulme deklarohen inshallah nuk është në kush prej muslimanëve. Sikur ka filluar që ato sulme domosdoshmë duhet të ketë lidhje me dikush është me islam. Statistika tregojnë se numri i këtij akteve që marrin ngjyrë të fesë islame domosdoshmë nga opinioni botnor, nga mediat e kështu me radhë, sipas statistikave botnore është përqindja shumë e ulët, 3% mund të jenë nga të gjitha veprimet që ndodhin brenda një viti. Ka vite që ndodhin edhe më pak se 1%. Kështu që do të ndjesh veten automatikisht fajtor për shkak të diçkave që ndodhin në botë, mendoj se është kompleks inferioritetit që jo vetëm si musliman, por si njeri i thjesht para se gjithashtu duhet domosdoshmë të jesh imun nga kjo, domosdoshmë sepse fundi fundit sikurse është edhe veprimi logjik po edhe fetar, secili individ e bart përgjegjësinë e veprimeve të veta. Nuk mund të një komunitet të dënohet për shkak të veprimeve të një individit. Sidomos kur kemi në argumente të shumta fetare të cilat do thotë e ndalojnë veprimin individual në çështje të mëdha që i përkasin në islamit edhe muslimanëve. Çështjet e ummetit islam që themi na, ato janë çështje që duhet të vendosin për to dietarët musliman dhe pushtetarët musliman, as si individ të caktuar. Andaj për kësaj arsye të ndihesh ti domosdoshmë fajtor a priori paraprakisht është ndjenja inferioritetit që është një prej synimeve të këtyre akteve teatrale domethënë të dhunës që përdoren faktikisht të imponojnë të muslimanët një lloj domethënë. Ana tjetër është se edhe gazetarë të ndryshëm domethënë pa u verifikuar lajme dhe pa u vërtetuar fajtori i vërtet, ata automatikisht e hudhin dhe përfundojnë gjithë procesin gjyqësor i cili ndoshta ka mundësi me zgjat me vite, ata i dinë kush është fajtori, ata e dinë se sa duhet me dënu fajtorin, ata i dinë se çfarë prova ka kundër tij, ata e dinë se çfarë mjete ka përdor fajtori për ta bërë atë krim me kështu me radhë, që normalisht nuk është punë e gazetarisë, është punë e gjyqësisë, domthonë gjyqësia është ajo që duhet ta proceson këtë ndodhi dhe domthonë të bën procesimin e dëshmive, fakteve, argumenteve, motivit e kështu me radhë. Dhe pra që ndodh që kanë herë gazetaria të ngjitet para një akti sikurse ndodhi me rastin e Anderson Breivikut për shembull në Norvegji, që sikurse ishte një pjesë e madhe e gazetarëve a priori në start domethënë kjo është aktivist, që pastaj të bindën ata dhe opinionin mbar sepse u kap domethënë vepruesi i këtyre akteve, që domethënë njëri që është norvegjez origjinal, ka ideologji ekstreme domethënë terroriste krishtere dhe se domethënë nuk ka lidhje as pak me muslimanë dhe me islamin. Për këtë shkak domthonë dyja shtresat, edhe muslimanët praktikantë të fesë, por edhe gazetarët, gjithsesi edhe politikanët duhet të jenë shumë të vëmendshëm domthonë se si i trajtojnë këto probleme globale. Duhet me qenë fjalori i tyre shumë i kujdesshëm, shumë i përzgjedhur, gjithashtu mënyra se si artikulojnë këto fenomene, nëse qëllimi jonë është të ruajmë gjaktësinë dhe stabilitetin në vendet tona. A nëse ne dëshirojmë domthonë që të shfrytëzojmë këto raste për të krijuar destabilitet dhe pastaj, sikurse thuhet ai fjalë urtë e popullit, ujku don mjegull, që domthonë mos shihet se çka po ndodh, nëse disa pushtetarë thonë ose njerëz të mediave të afërta me pushtetin dojnë të prodhojnë mjegull që pastaj mjegull mos shihet se çka bën ujku, ajo është mëbet tjetër. Kam përshtypjen personale se kjo edhe ndodh në vendet e Ballkanit konkretisht, po edhe në vendet tona shqiptare se dikush i shfrytëzon ekstremikisht, domethënë, këto ndodhi për ta prodhuar mjegull që pastaj mos shihet se çka bën ujku. Po kur fajsor musliman këtë rast, kemi të bëjmë atë teorinë e njohur shqiptare që pa hangër hudra nuk vjen era. Unë mendoj se domthonë e sharrova këtë në fillim, duhet të ndahen veprimet mes asaj që bën një individ dhe asaj që bën një komunitet. Që në këtë rast nuk vlen ai rregull, sepse për një me ai që ka frikë as ka qenë afër hudrës, jo më që ta ketë hangër hudrën. Po thjesht ndoshta dikush prej fisit ti
ka hangur hudër, tash këtë fisin duhet me e fut në Auschwitz. Dhe kjo s'ka logjik. Kjo ka qenë logjika e pas luftës dytë botërore, domethënë ajo që është bë luftë e madhe që mos të identifikohen kriminal, domethënë gjithë komuniteti me një kriminal brenda llojit. Që ka ndodhur domethënë edhe nga pala naziste kundër hebrejve, po edhe nga bota pas e kundër nazistëve, kundër popullit gjerman, Andaj nëse ka pas të gjerman nazist, kjo domethënë që këtë gjermanët janë fajtorë, edhe nëse ka pas të hebrejët, njerëz që domethënë kanë bërë hile dhe kanë këshpërtuar pozicionet, domethënë që këtë populli hebrej ka fajt. Tash e njëjta situatë po ndodh vetëm se kundrejt muslimanëve. Andaj edhe filmi para disa viteve Sage, shqetësimi që ishte domethënë edhe kjo që bën tash vazhdimisht kundër muslimanëve, deklarata e Trumpit, domethënë tregojnë se faktikisht po tentohet të i gjithë një komunitet për 1.6 miliard njerëzve, domethënë fajsohet nëse dikush për të më ka humbur hudër, domethënë nuk ka logjik kjo punë. Andaj sikur të thash pak më herët, edhe në traditën tonë, po edhe në gjykatën e thjeshtë nuk lejohet i gjithë fisit të akuzohet nëse dikush ka hangur domethënë hudër, po akuzohet ai që e ka hangur hudrën, edhe normal, nëse ka hangur do të dëshmohet edhe faktet edhe argumentet. Gjithë bota sot e ka një rregull, domethënë kur ballafaqohet me gjyqin se çdo individ është i pafajshëm, derisa të vërtetohet faji për të. Të në jo, të në domethënë etiketimet edhe gjykimet edhe përfundimet e procesit janë domethënë të përgatitura haze, kështu që kur ndodh në një lajm ai më vetëm se hidhet. Te rasti i Parizit fatkeqësisht ka pas bile ka pas lajmërim disa orë përpara të ndodhisë. Në për disa media botërore ka pas lajmërim ala pa ndodhur ndodhja. Sigurisht se domun dikush e ka ditë se ka më ndodhur, është përket një skenar i tillë. Nuk duhet të ndjek vijën e konspiracionit. Mirë po, shumë rrethona domethënë shoqëruese të ndodhive të mëdha, domethënë të këqija që ndodhin në vende të ndryshme të botës, tregojnë se si duket dikush vepron sipas ndonjë skenari të para përgatitur mirë. Dhe i cili domosdoshmë ka këtë qëllim, që krijon destabilitet dhe pasiguri në vendet e perëndimit konkretisht dhe domosdoshmë në rang listën e fajtorëve, domosdoshmë detyrimisht ta mban si numër 1 Islamin dhe musliman, që mendoj se nuk është e mirë sepse bota për 6 miliard njerëzve, ku 1.6 miliard janë musliman, do nëse shkojmë të ushqejmë urrëtitjen e ndërsjellët, domosdoshmë do të vinë në situatë faktikisht do të jetë bashkëtese e pamundshme, edhe urrëtia që do të bëhet faktikisht ndjenjë dominante të shumicës e njerëzve, do shndrohet në sëmundje patologjike, pashërueshme dhe e cila do të ushqen urrëtitjen dhe do të na vend se të zhvillojmë shtetet tona, të mirimi me shkencë dhe punë dhe logjikime konstruktive dhe pozitive për të zhvilluar tona, na do të mundem tash si të prishim vende të tjera. Ose vendet ku strehohet terrorizmi ose vendet ku ushqehet terrorizmi. Edhe automatikisht kjo është domethënë një ndjenjë e mbrapsht të cilën na domethënë të gjithë duhet ta luftojmë. Na faktikisht duhet të ushqejmë mendimet pozitive dhe konstruktive se si këto mendime domethënë që janë deviante, qoftë në lidhje me Islamin apo me domethënë fe të tjera, të zmbrapsen, ato mos ta kenë rolin kryesor dhe ato mos bëhen interesant për rinin. Po thjesht domethënë duke punuar të gjithë së bashku, hoxhallarët musliman, dietarët musliman, po gjithashtu edhe pushtetarët domethënë perëndimor këtë rast dhe intelektualët e tyre të luftojnë do të orvatjen që dikush këto konflikte sporadike të shndojnë në domethënë për plasje të vazhdueshme botkuptimesh, civilizimesh apo domethënë frontesh të mëdha. E pse më godit musliman kaq shumë? Jeni shumë të fortë apo keni qëllime dominimi në botë apo? Po si duket kjo e dyta është ajo që i shtën shtetet e mëdha domethënë të sulmojnë me të madhe fenë islame dhe duke menduar ata se Islami synon një hegemonizëm në botë. Edhe pse përvoja e sundimit islam në shekujt e kaluara do të ka qenë një përvojë pozitive, ku gjithë bota domethënë qoftë në aspektin juridik, qoftë në aspektin civilizues, mundohen ta kopjojnë si model në vende të ndryshme. Për shembull, perandoria osmane që ka qenë e fundit prej perandorive islame, ka qenë një perandori multinacionale, që sot për shembull është Amerika e tillë. Andaj do thotë mënyra se si ka qeverisë, domethënë perandoria osmane shekuj me radhë, është interesant për një perandori moderne, sikur se është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku janë domethënë popull të ndryshëm. Unë mendoj se më tepër është kjo domethënë një përplasje që e merr kohën e ideologjisë së njerëzve të caktuar të cilët e mendojnë se Islami do të jetë rival i mendimit filozofik perëndimor
sidomos të arriturës së fundit të mendimit perëndimor, ajo është demokracia. Dhe mendojnë se nuk ka kush e sfidon demokracinë sikur se e sfidon Islami. Dhe në këtë rast, për shembull, nëse ata dështojnë në teorinë e demokracisë, do t'i jepet hapësirë që Islami të promovohet si mendim domethënë dominant, edhe ndoshta mund të jetë kjo ajo prapavija e këtij muhabetit të cilën domethënë sot e përjetojmë vazhdimisht dhe mundohet që me çdo kusht Islami të jepet një lëvizje ose një shtrat i cili nuk i përket Islamit. Sigurisht se Islami është mendim i mirë, mirë po mekanizmi me të cilin imponohet është i keq, dhuna, terrorizmi, do thotë lufta. Edhe kjo ka qenë domosdoshmë edhe fillimin e shekullit 20 dhe fillimin edhe vazhdim shekullit 21, domosdoshmë keqpërdorimi i termit xhihad ka qenë dominant në shkrimet edhe mendimet perëndimore, thjesht për t'i dhënë një shtrat domosdoshmë të kësaj natyre, sepse Islami ndoshta si mendim mund të implementohet, ama përdesë përdor dhunën, ana jemi të gjithë kundër dhunës, sepse fundit domosdoshmë lufta mes mendimeve dhe ideve është luftë e një botës domosdoshmë akademike dhe një botës argumenteve dhe fakteve, botës së mendimit e asnjë botës fizike. Për mohon xhihadin do apo? Nuk e mohoj xhihadin, mohoj keqpërdorimin e xhihadit që i bëhen, domosdoshmë historikisht në shekullin e kaluar dhe këtë shekull, sepse xhihadi ka rregullat e veta, është pjesë domosdoshmë i cili qëndron në shumë versete kuranore, po asnjë nuk është domosdoshmë luftë e pastër në kuptimin domosdoshmë klasik, as nuk është domosdoshmë gjenocid edhe etnocid, sikurse bëjnë të tjerët, të cilët akuzojnë Islamin për xhihad. Domosdoshmë si ka mundësi për shembull një Serbi të akuzon muslimanët për xhihadista dhe fundamentalista, kur ata janë të akuzuar për dy gjenocida, një në Kroaci, një në Bosnjë, edhe janë të akuzuar gjithashtu domosdoshmë për krime dhe masakra në Kosovë. Andaj kur vjen një akuzë e tillë për shembull për një shteti të tillë, atëherë të merr vesh se sa është saati. Andaj kur flasim në këtë tim pesh, kur vin kësi akuza për shteteve që ndoshta të kalon atyre kanë bërë gjenocide të mëdha, edhe flasin domosdoshmë kundër luftave të përgjakura që ndodhin sot anë mban botës, i themi nuk mujna me u bindë sa jeni sinqert ju në këtë muhabet që e bani, se historia ju e kaluar është për plot domosdoshmë gjakdjedh njerëzve të pafashëm. Andaj na nuk flasin se rregullat e Kuranit na as mund t'i fshehim, as mund t'i konsiderojmë ato ekzistojnë. Kurani është publik, që nga versiti i parë deri te versiti i fundit. Gjithashtu porositë profetike të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam janë publike, që nga i parë deri te i fundit. Mirë, për implementimi i këtyre rregullave kuranore dhe këtyre porosive pejgamberike nga historia islame, e shohim se është në kulmin e tolerancës edhe mirëkuptimit. Në kulmin. Nuk e di historia njerëzore a mund të sjellë shembull, domethënë ku do të ketë keqpërdorim të këtyre rregullave në historinë islame, domethënë që sot mundohen teoretikisht të keqpërdorin domethënë shtetet edhe njerëz të caktuar që bartin ideologji të ndryshme në botë. Pra çka do thotë feja islame është transparente maksimalisht. Nuk pretendon diçka që nuk e ka. As nuk mundohet që të krijon imazh tjetër ndaj asaj që është realisht. Ajo është fe universale dhe është fe që i fton njerëzit ta ndjekin si besim. Andaj s'ka çka fshehat. Nuk është për shembull fe e cila ka kaste. Hyn për shembull në klasën e parë, i mëson disa gjëra, pastaj bëhesh më i madh, i mëson të tjera, dhe kur bëhesh mjeshtë për shembull, afton i mëson të gjitha. Jo, feja islame është publike, transparente, pete aja deri te do thotë gjëja. Dhe kush don për njerëzve të gjitha gjërat i ka mundësinë me ju qasë dhe me i kuptu dhe me i perceptu. Por normalisht janë sharimet e dietarëve e parë dhe janë përvojat historike si produkt i këtyre mësimeve islame, të cilët tregojnë se jo, ajo që sot përflitet për Islamin dhe rregullat e Islamit, qoftë ajo xhihadi apo gjëra të tjera, janë krejtësisht domethënë janë përputhje me këto të vërteta historike apo të sharime që kanë bërë ulemat me fakteve, po janë tendencioze dhe janë me prapavi. Edhe andaj fal Zotit nuk i merr seriozisht shumica e botës. Ato domethënë sharime tendencioze të palës tjetër kundrejt Islamit edhe rregullat e Islamit. Shumica e botës domodin vetëm se kohën e fundit janë duke u bindur se këtë një skenar. Edhe ata dal nga dal domodin dëshirojnë vetë të shpëtojnë dhe të njihen me Islamin, gjë që domodin tregon për numrin e madh të Kuranave që janë shit pas 11 shtatorit edhe literaturës së madhe islame në gjuhën angleze apo në gjuhë tjera të botës perëndimore, të cilat janë duke u shpërndar për të treguar domodin se Islami nuk është fe që promovon dhunën ose thret dhunë, është një fe që domodin i ka rregullat e veta, të cilat janë transparente, domodin në kohë të paqes edhe në kohë të luftës,
madje në kohë të paqes normal është me qenë tolerant, por në kohë të luftës toleranca që e ofrojnë muslimanët është e papërshkueshme dhe pa precedent të historinë e njerëzimit. Mo aktet e dhunës, 11 shtatore dhe të tjerat po vinë si shkak për mu njohë me Islamin, s'po duket paradoksale. Është paradoksale, por nuk janë mendimi jonë është se nuk janë muslimanë që kanë sjellë punën në këtë drejtë. Sikur se shënon pak më herët. Mund të jenë individ, aktorë që luajnë rolin domethënë emra muslimanësh, me por realitet nuk janë muslimanët ata që do të kanë ftuar që kjo të jetë mënyra e domethënë ballafaqimit të muslimanëve perëndim. Përkundazi, ajo që ka qenë thirrje e vazhdueshme e udhëtarëve muslimanë dhe pushtetarëve muslimanë të drejtë pa drejtë për drejtë ka qenë domethënë dialogu dhe domethënë bashkëjetesa. Kurse grupet e caktuara që kanë dalë pastaj domethënë si rezultat i padrejësive të shteteve islame apo i padrejësive që janë bërë në botë në përgjithësi, apo thjesht dikush i ka keq përdorur atë dhe u ka shpërlar trunin dhe i ka përdorur ekstremisht domethënë me interesat e ngushta të veta, ata janë të cilët e kanë prodhuar këtë kontakt nëpërmes dhunës. Dhe përsëri themi na se kontaktet e muslimanëve që i bëjnë me jo muslimanët, numri i kontakteve paqësore, tolerante, të mirë kuptimit, të debatit akademik janë me miliona, kurse këto raste janë domethënë të numëruara dhe unë vjen keq se për shembull pse nuk bëhet çështje për shembull ajo që ndodh në perëndim përgjithësi takimi i një grumbull të madh të studentëve apo nxënësve të shkollave të mesme që shkojnë në xhamiat dhe njihen përse afërmi me për shembull ritualet e muslimanëve. Ajo është kontakt i perëndimit me Islamin. Nuk janë kontakte paqësore. Janë të kontakte domethënë që vendohen në nivelin domethënë akademik të pastër. Mirëpo ato raste kemi na prafëse çdo javë në qytete të ndryshme të perëndimit. Ato asnjëherë nuk bëhen lajm. Nuk bëhen çështje, mirëpo çdo kontakt i muslimanëve për shkak të tjerë nëpërmes këtyre akteve të dhunës apo terroriste bën top lajm në botë edhe vazhdon një kohë të gjatë edhe përmenden vazhdimisht si data të rëndësishme historike. Edhe normalisht këto shihet qartë gjithashtu se do të është një qasje jo e drejtë e këtij kontakti, domethënë na e mbajmë atë që na serviret vazhdimisht faktikisht në mediat tona, jo atë që realisht ndodh. Unë jam mëse i bindur se bashkëjetesa e muslimanëve 5 milionë muslimanëve në Francë me francezët është shumë më e lartë edhe sepse është paraprapësisht një shekull, domethënë prej grupeve të para të emigrantëve algjeran që kanë shkuar në Francë, besoj që është një shekull i plot. Shemujt e bashkëjetesës tyre janë të shumë, janë të përditshëm, mirëpo ato nuk i shef as nuk i dëgjon askush prej flastash për shqiptarët, domethënë se flasim si popull në veçanti apo bota në përgjithësi. Mirëpo rastet e dhunës, sikur se ishte rasti i Paris apo Charlie Hebdo më herët, domethënë këtë më mend dhe këtë din. Mirëpo askush për neve për shembull nuk e din tregimin e Ibrahimit edhe Lulës, për shembull që është bërë edhe libër ku një fëmijë musliman domethënë kontakton një fëmijë jo musliman kontakton me një plak musliman domethënë në dyqanin e tij që shitke, edhe që pastaj ai debat ai bisedë shkaktohet domethënë që domethënë edhe ky fëmijë të bëhet musliman duke u rrit. Si raste që të përditshme se janë zakonshme, ose rasti asaj nane që çon fëmijën në shkollë në xhamin në Mejtep sepse i shef fëmijë që dalin nga Mejtepi në Francë. Të dy raste kanë ndodhur në Francë. Kur dalin fëmijë nga Mejtepi, i shef se dalin të qetë, dalin domethënë shumë dinjitos, dalin me një sjellje shumë të lartë të kulturës, edhe çon domethënë nona franceze fëmijën me këtë vetëm në thërim me ju se bëhet insan sikur se janë këto fëmijë që dalin nga Mejtepi insan. E shembuj të këtillë që unë i përmend aty në këtë rast që ndodhin gjatë çdo dite me dhjetra të tillë nuk i sheftin në media. Andaj për shembull nuk e dim anën tjetër të komunikimit të muslimanëve me muslimanët, i dim vetëm këtë anë. Edhe këtu mendoj që ndron domosdoshmë ajo përgjegjësia e madhe që ka media dhe llogaridhënia para Zotit, fillimisht pastaj edhe para popujve të tyre, se domosdoshmë qasja selektive e fenomeneve dhe lajmeve vetëm për të krijuar lajme senzacionale dhe për të marrë domosdoshmë top shikueshmërinë, pa shikuar vërtetësinë e tyre, mendoj është qasje jo profesionale dhe e cila është ndam domosdoshmë edhe të mentalitetit, po edhe të zhvillimeve sociopolitike në vendet ku gjendemi na. Përdorëm më herët një qasje që është po përdoret nga ana e perëndimit që i largova ata njerëz që bën akte terroriste prej Islamit. Një sikur perëndimi i largon ata njerëz që bëjnë akte terroriste prej shtetësisë tyre. Tash nëse është një amerikan thotë është një çmendër ose në shtetësia dhe ideologjia ka dallim, domosdoshmë sepse në shtetësia ka mundësi mos me qenë ti i bindur në ideologjinë e shtetit dhe me marrë në shtetësinë atë shtetit. A më kur flasim për fen, këtë rast prej fesë i largojmë këtë kuptim. Jo, sepse feja është e qartë, domosdoshmë, feja është e qartë dhe feja nuk mund të imponohet, ajo mirët me dëshirë. Andaj ne themi për shembull, çdo të jetë musliman, këto janë rregullat e Islamit.
Ti s'mund të thirrësh në islam nëse sipaton të rregullave. Ama ti mund të jesh për shembull në ta zon për shembull i Bielorusisë, edhe ti je i zi, afrikan. Nuk je i bardhë, se domosdoshmë Bielorusi e ka një kuptim domosdoshmë Rusia e bardhë. Që në kupton se atë popujt banorët janë më shumë të bardhë. Po mund të shkon ti edhe i zi, domosdoshmë qytetari i Bielorusisë, nuk prish punë domosdoshmë, ose ti je i bardhë, je qytetari i Kinës. Sepse domosdoshmë përkatësia Ti je terrorist dhe musliman, ai bën kështu apo? Nuk mundet. Nuk mundet. Andaj do ta shohë dallimin. Sikurse do mundet me qenë domosdoshmë zezak bielorus ose zezak edhe ose i bardhë dhe kinez, mos mundesh me qenë terrorist edhe musliman. Asesi. Andaj këto akuza domosdoshmë janë të padrejta dhe të pasakta kundër islamit dhe muslimanëve. Janë thjesht tendencioze. Muslimani domosdoshmë që nga emri i tij musliman i dorëzuar ose i nështruar ose pasor, dhe të përshëndetja e tij dhe të thila në islam në paqe, domosdoshmë paqe me vetë dhe paqe me Zotin, normalisht dhe paqe me tjerët, është ajo që domosdoshmë mundesh me dhon islam paqësor, ama se si mundesh me dhon islam terrorist, sepse faktet parë ne argumentojnë shumë, të dytën jo. Edhe ato teorike akademike, edhe ato domosdoshmë që janë shndruar si kulturë dhe civilizim nga historia islame, në 13 shekujt e kaluara radhësi. Do bëjmë një pauzë shkurt për të kthyer pjesën e dytë të emisionit. Se sono je i gatshëm me ndonjë herë. Ndëruar përcjellës të emisionit Sfida, ne përsëri tash pjesën e dytë të emisionit, ku më herët diskutuam disa tema që ndoshta janë pa problematike dhe të pa diskutuara. Po këto që bëjnë akte të tilla, po bëjnë xhihad këtë rast. Ka dallim të madh në shërimet e argumenteve fetare dhe të dietarëve muslimanë eminent mes asaj që është xhihad dhe asaj që është fesat. Realisht këta djemë domosdoshmë e përdorin termin xhihad, mirë po ata e dëmtojnë edhe xhihadin edhe islamin, ata bëjnë fesat. Edhe kjo është e qartë, domosdoshmë dietarët muslimanë eminent vazhdimisht e kanë treguar qartazi, domosdoshmë se veprimet individuale me të cilat u shkaktohet dëm edhe të pafajshëm është ndaluar fetarisht. Andaj të gjithë argumentet fetare, ajetet dhe hadithet dhe praksa e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam tregon se edhe në luftë, shpallën mes dy shteteve ose mes dy popujve, duhet të respektojnë strikt rregullat, mos vret plak, mos vret grua, mos vret fëmijë, mos djeg drum, mos prish, vend sakral, të feve tjera kështu me radhë. Kështu që këto parime në këtë rast faktikisht nuk respektohen. Shkon njëri për shembull ta zon prej një shteti tjetër, një shtet tjetër, ku hyn për shembull me vizë, që është një lloj garance, edhe keq përdor domosdoshmë garancë për të bërë faktikisht për të bërë një të pafajshëm. Normalisht feja duhen starte kundërshton dhe nuk e aprovon dhe asnjë prej dietarëve eminent nuk e pranon një gjë tillë. Dhe për këtë shkak thotë, këto qendrime janë të qarta domosdoshmë prej muslimanëve dhe prej dietarëve eminent muslimanë, tash leje që del dikush domosdoshmë mundohet të legjitimon ato veprime. Por realisht argumentet fetare dhe qendrimet e dietarëve nuk e legjitimojnë gjë të tillë. Dhe kjo është ajo referencia jonë këtë rast, dhe kjo është diskursi gjeneral publik domosdoshmë, sepse edhe tek fe tjera ka sekte të caktuara që promovojnë dhunën dhe domosdoshmë zbatojnë dhunën në mënyrë individuale, në mënyrë kolektive si komunitet, po në mënyrë edhe shtetërore, sikurse është punë e burrë për shembull. Mirë po, fatkeqësia përsëri them është e madhe se këto ato na shkalohen, digjen njerëzit, jo vetëm digjen të gjallë, edhe kur vjen për shembull një akt si në një individ ku feja islame, qëndrimet e fesë islame, qëndrimet e dietarëve që përmbajnë fenë islame, institucioneve domosdoshmë akademike të mëdha botërore e denoncojnë si rast, e kundërshtojnë si veprim dhe shfaqsohen prej atij veprimi, përsëri domosdoshmë media trumpeton njëjtat fjalë domosdoshmë. Dhe kjo është ajo që na shtin neve detyrimisht me menduar se kjo është e kurdisën, është e koordinuar dhe është e qëllimt, është tendencioze, nuk është thjesht një veprim domosdoshmë spontan që ndodh, por është një studim të cilën ndoshta dikush mund ta realizon që të pengon domosdoshmë promovimin e vlerave të Islamit. Dhe kjo po ndodh. Kjo po ndodh tash me ne muslimanë, edhe kjo emision jot. Në zakonisht duhet të mbrojt. Zakonisht duhet të marrë se tu. Edhe emisionet në TV publike që thirrën hoxhallar zakonisht thirrën për të mbrojt. Për treguar domosdoshmë se kush është e kush është i keq. A realisht domosdoshmë këta tribuna duhet na jipen domosdoshmë këto majdane që na të promovojnë vlerat e Islamit.
Që s'paku njëherë një qytetar i thjesht të ndëgjon çka ofron Islami. Deri tash na jemi të thonë kjo s'është Islam, kjo s'është Islam, kjo s'është Islam, kjo s'është Islam. Shumë të thonë po cila është Islam atëherë? E po themi na vallai s'po na hapin në radhën, kur edhe emisionet tona s'po na hapin në radhën me thonë çka është Islami, para më do të tjera. Po ndoshta pjesëtarët e ju PR-in janë të luajt gabimisht. Nuk është kjo punë e PR-it, sepse ti kur t'je në situatë emergjente, ti shikon shpëtimin, nuk shikon domethënë gjëra tjera. Faktikisht ata po na sjellin neve vazhdimisht situata emergjente. Situatë ku ti rrezikohesh, domethënë faktikisht për me vepru shlir, për me mendu shlir. Ti akuzohesh për ekstremizëm, terrorizëm, edhe pse ti je kundërshtari më i madh i këtyre fenomeneve. Ti faktikisht je në presion të vazhdueshëm, edhe se zakonisht kur je në presion të vazhdueshëm ti edhe sistematizimin e mendimeve dhe i qëndrimit ty e ke të vështirë. E mos flasim për diçka më shumë se kjo. Domthonë ti s'mundesh me mendu më u zhvillu, s'mundesh me mendu domethënë me shërby edhe më tepër këtë shoqëri, s'mundesh me i ofru produktet tuaja domethënë që mund ta ndihmojnë shoqërinë. Se ti je vazhdimisht në stres të sulmeve, je në stres të pengesave, të akuzave, faktikisht të proceseve gjyqësore. Ti edhe me desh me shërby shoqërinë, domethënë i ki shumë më shumë pengesa se një individ i thjeshtë. Edhe normalisht si njëri i thjesht pa shaj shkon mendja, më thon ball mos po muj me vazhdu më shumë se çka po du me prekun, çka po du me ndihmu me shërby, 100.000 pengesa po vendohen në rrugë. Tjetër domethënë edhe pse dami me shoqërisë ai ka, për shembull para mendon, do të një çfarë do koft veprimi që e bën dikush që s'ka lidhje as me fen, as me traditat tona shqiptare, çfarë lirie ka domethënë në veprimin e tij dhe çfarë pengesa ka një musliman i cili ose një hoxh për shembull i cili mundohet ta vëdëson popullin e vet që të jetë do të vigjilent, tjetë i ndershëm, tjetë domethënë punëtor, tjetë në shërbim të shoqërisë, tjetë kritik ndaj padrejtësive që bëhen, ndaj formave devijante të pushtetit, për shembull, forma devijante domethënë të shoqërisë e kështu me radhë. Ky vazhdimisht ka akuza, ka procese gjyqësore, ka burgosje, ka vështirësi domethënë të financimit, akuzohet domethënë për financim të gabuar ose të papastër. Ky tjetri kreti ka në disponim. Asnjëherë s'ka ai pengesë. Bile nëse del dikush dhe i thotë atë një mendim ndryshe, akuzohet përsëri për domethënë për ndjellës të urrëties në mesin e popullit. Edhe për këtë shkaqe ti nuk mundesh me thonë se PR-i është gabim. Në këtë rast mund të imponohet faktikisht mbrojtja, edhe nuk lën ti dhe kjo është ndoshta pjesë e asaj strategjie domethënë që është kurdis herë dikon domethënë që musliman në mos i jepet hapësirë veprimi ose ndikimi, se thjesht do të jetë ndoshta ajo që ka me gjeshtyrje. Parashohet një dilemë e madhe që duhet ta kemi parasysh të gjithë ata që janë bë pjesë e këtij skenario ose kësaj platforme ose kësaj fushate. Krejt këto arvatjet e këtyre qarteve të caktuara nuk janë duke penguar numrin e të rive që udhëzohen në fe, që bën praktikantë fetar. Po, janë duke u avështirësu procesin. Faktikisht ata janë duke i shëndruar në armiqë të çdo kujt. Pa qenë ata paraprakisht armiqë të dikujt. Thjesht ata dëshirojnë të jetë mirë me Zotin e tyre. Të jenë besimtar më të devotshëm. Andaj me këtë insistim të paraqitjes së Islamit dhe muslimanëve në këtë formë, ai është problem në familjen e ngushtë, tek prindrit e tij, te nana dhe baba i vet. Ose nana dhe baba e vet, domethënë është vajzë. Në qarkun ku studion dhe shkollohet, në shkollë të mesme apo në fakultet. Andaj zakonisht një vajzë me shami në fakultet domethënë shikohet si një, domethënë themi kushtimisht ose pejorativ dele e zezë. Nëse vajza me shami për shembull në Kosovë në shkollë të mesme s'mundet me mësu. Pastaj e njëjta ndodh në ciklet e ardhshme të jetës së saj, puna e martesës së saj, puna e domethënë kontributit që mund ta jep ajo shoqërinë ku jeton. Vazhdimisht do të ketë vështirësi pas vështirësie. E tash ata nuk e kuptojnë se kjo është besim, edhe besimi nuk është bindje politike partijake që ti ndron ngjyrën e partisë, domethënë atë kur të hup interesi për një parti, për një opsion politik. Kjo është bindje. Është më shumë se ideologji. Këtë rast Islami është në kuptuar si izolim. Nuk tash nuk është si izolim, sepse faktikisht ata me këto sulme këtë individ po e kalisin, po e bëjnë më të çelik, sikurse për shembull represionet serbe pas viteve të 80 në Kosovë, lëvizjen ilegale patriotike shqiptare nuk e kanë zhduk. Ata kanë bëvë që më të fuqishme.
Edhe ka vazhdu kjo, ka zgjatë nështë 5 vjet, 10 vjet, 15 vjet, 20 vjet, 25 vjet, mirë po ata kanë vazhdu veprimin e vetë. Për dallim për kësaj, lëvizja e thirrjes islam është publike, transparente, s'ka ilegal. Mirë po goditjet e vazhdueshme që bëjnë, i bëjnë ata më stoik, i bëjnë më të vendosur, i bëjnë më të çelikt. Edhe faktikisht ata në vend se domodin të luhasin besimin e këtyre trive dhe treve, ata po i bëjnë edhe më të vendosur. Edhe realisht domodin ata po e ndihmojnë këtë rast çat komunitet vogël të fetarëve që të bëhen më të paluhatshëm në qëndrimet e tyre. Dhe kështu që kjo nuk është sukses nëse ata mendojnë se domodin në këtë formë arrihet suksesi. Faktikisht atë një formë të veprimit të tyre i cili detyrimisht në fund nuk u sjell rezultate atyre pozitive. E vështirëson procesin domodin e komunikimit të hoxhallarëve dhe të njerëzve fetar me shtresën, sepse shkakton paragjykime, hudh stereotipe të caktuara domodin në opinion kundrejt muslimanëve, mirë po, nëse muslimanët insistojnë të jenë parimor, të përmbahen rregullave të Kuranit, fisnik të sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të ndjekin ulemat eminent, ata vazhdimisht do të demaskojnë këto paragjykime, këto stereotipe. Edhe ata që i prodhojnë edhe ata që i promovojnë do të humbë peshë e fjalës së tyre. Edhe ata dalë nga ata do të jenë askushi. Për shembull, ditash ka edhe emra shumë të kaluara, për shembull ka pas figura politike dhe mediatike në ish Jugosllavi prej shqiptarëve që kanë qenë të njohur me zë. Sot ata janë gjallë ala. O maskush si përmend. A kupton, një ditë ka pas pushtet, ka pas ndikim. Ka qenë njëri domodin me vlerë në atë shoqëri. Sot nuk e përmend askush. Mirë po hoxhallarët që kanë jetuar para 100 vjetëve, 80 vjetëve të shqiptarët hala përmenden. Dhe kontributi i tyre. A kupton se të jesh lider një popullit, nuk do të jesh kryetar një partie ose kryeminist një qeverie ose kryetar një shtetit. Kjo është pjesa teknike e leadershipit. Pjesa kryesore e leadershipit, të bësh lider i vërtet, është ajo pjesa shpirtërore. Andaj hoxha që sot dhe thot shantazhohet prej pushtetit, persekutohet prej pushtetit, faktikisht ai me këtë futet në histori si njëri prej të rrallëve që kanë rezistuar padrejtësitë dhe zullumet e shoqërisë aktuale. Dhe që kanë qenë viktimë e dyjave, pushtetit padrejt, po edhe njerëzve domodin që janë struktura të caktuara, shërbimeve të caktuara, ndikim shërbimeve të caktuara që në emër të Islamit apo të muslimanëve mundohen të paraqesin diçka që është s'ka lidhje me Islamin dhe musliman. Edhe kështu që ata në vend se të pengojnë, sepse fundi historia nuk është 1 vjet e 2, 50, historia është domodin 50-60 vjet e 100 vjet. Kështu që në rrafshin global, kur të shkruhet historia pas 50 viteve, 100 viteve, ata gazetarë që sot marrin çmime për shkak të fabrikimeve të lajmeve, nesër s'ka më përmend askush. Edhe realisht ata e kanë humbur betejën, nuk kanë fituar. Edhe kjo është njëra prej satisfaksioneve që e kanë domosdoshmë hoxhallarët edhe ata që veprojnë për të promovuar vlerat e mirëfillt të Islamit përballë atyre që marrin çmime irreale sot ose gëzohen me to, sepse kanë më qenë top tem një javë apo 2, një muaj apo 2, një vit apo 2, 5 apo 10 qofshin ato. Po shumë shpejt i ska do në fati si vlerë atyre. Jemi ka fundi emisionit, po një pyetje kështu. A mund të bota të jetojnë paqe me Islamin? Gjithsesi ka jetuar në paqe. Kur Islami ka qenë domodin si formë e sundimit dominant në pjesën më të madhe të botës, njerëzit domodin tregohen shembuj, 2 shembuj përmenda të kaluarën në fillimin e emisionit, të krishterë që kanë jetuar në Sirinë e Sotit, në atë kohë, sepse Damasku ka qenë epicentri i perëndimit bizantine. Dhe në kohën e pushtimit të Islam ka pas domethënë mbi 13 ekspedita të kryqëzatave për ta marrë Jerusalemin nga dora e muslimanëve. Në ato momente kur vinin domethënë dërgatat e kryqëzatave në Sirinë e Sotit, bënin kërdi jo vetëm ndaj muslimanëve, por edhe ndaj jo muslimanëve. Kështu që jo muslimanët luteshin që të largohen këto dërgata të kryqëzatave, të kthehet pushteti i muslimanëve të jetojnë në paqe dhe në harmoni sikur se ka jetuar më herët. Shembulli ka qenë shembulli i hebrejve në Andaluzinë, Spanjë. Përderisa ishte pushteti musliman mbi 850-900 vite në Spanjë, ata jetonin me kushtet më të mira që kishin. Kur filloi të dobësohet pushteti muslimanëve në Spanjë, në Andaluzi dhe filluan të marrin domosdoshmë pushtetin krishterët spanjoll domosdoshmë dhe kishte të krishterët në fundit, ata u persekutuan sikur u persekutuan inkvizion të kështu me radhë dhe u detyruan që përsëri të gjejnë strehim kur perandrin osmane dhe aty domosdoshmë të jetojnë të lirë
dhe ti gëzojnë edhe vetat sikur nuk i gëzojnë vende tjera. Andaj këta dy shembuj të mëdha që krejt historia botnore i përmend, nuk është puna që i them unë vetëm në emision, janë shembuj më të mëdhenj se sa që domthonë bota mund të jeton në paqe me Islamin. Problemi është se Islami domthonë nuk do të telon shfaqet askuj. Edhe kjo është ajo që sipas meje domthonë e kuptoj se është arvatje qëllim që vazhdohet të mbahet Islami domthonë me gjithë këto lloje akuza. E tash në vend të mirë me promovimin e vlerat të Islamit duhet të miremi me, domethënë, përgjigjen akuzave që i bën Islamit, sikur është edhe kjo emision sot. Si ka mundësi që Islami ta rregullojë sot botën? Është temë e gjatë, besoj që në një emision tjetër do të na kishte ndihmuar për me i dhënë përgjigje. A mendoni që është sistemi jeta apo Shikoj, Islami pikëspari njeriu domthonë e keq e bën të mirë. E kur bëhet njeri i mirë, pastaj ai vetë ndërton sistemin e mirë. a lutni ju për një botë më të mirë? Gjithsesi, domethënë, qëllimi i mësimeve të Zotit është që njeriu që është më këmbës në këtë tokë, domethënë ai që ka përgjegjësinë e zhvillimit të jetës në këtë botë, e ka për detyrë dhe obligim ta zhvillon jetën në këtë botë. Dhe ajo që është më mirë. Dhe kjo është njëra prej dy qëllimeve kryesore që ka njeriu në këtë jetë. E para të adhuron Allahun vetëm, e dyta domethënë të gjitha potencialet e tija psikofizike që ka të zhvillon për një jetë më të mirë në këtë botë. Nuk prish punën se vjen edhe parajs në dynjë. Faleminderit që ishe pjesë e këtij misioni. Shpresojmë që me këto pak fjalë që kemi thonë ta bëjmë edhe ne botën pak më të mirë. Gjithsesi, hapësira e optimizmit është shumë e madhe, këto presione nuk e zhgënjejnë besimtarin, nuk e zmbrapsin besimtarin, thjesht vetëm se i arrisin vlerën te Zoti, domethënë dhe e bëjnë më të vendosur në udhëtimin e vet kënaqësisë së Allahut fuqiplot. Ndërruar, këtu është fundi i emisionit Sfida. Ju mund të më ndihni në kanalin zyrtar në YouTube, youtube.com/audionur dhe në faqen tonë zyrtare në Facebook, emisioni Sfida. Selamun alaikum.